Horoskopi ditor e marrë 10 mars 2026. Dashi. Mund të jetë veçanërisht e vështirë të lexoni ata që janë afër jush herët sot, të dashur dash. Mund të ketë pak shgënjim me dikë që duket se po e shen një çështje shumë logjikisht ose në mendjen tuaj ngushtë, por linjat e komunikimit janë të hapura dhe ju e vlerësoni këtë. Në këtë ditë ndryshimesh, një qasje prit dhe shiko është ndoshta e justifikuar. Kthesa direkte e Jupiterit sot pas gati 4 muajsh lëvizje retrograde rrit entuziazmin dhe gëzimin tuaj. Ky ndryshim është më i dukshëm në emocionet tuaja, jetën në shtëpi dhe botën personale. Javët në vijim janë të shkëlqyera për përmirësime graduale në jetën familjare ose në botën tuaj shtëpiake. Mund të jetë një kohë lumturie, ngrohtësie, rehatie dhe mbështetjeje në rritje. Projektet e përmirësimit të shtëpisë mund të rifillojnë ose të përshpejtohen dhe marrëdhëniet me familjen mund të forcohen. Keni një ndjenjë të vërtetë dhe në rritje se gjërat po përmirësohen. Demi. Në fillim të sotëm, i dashur Dem, kini kujdes për ndjenja tepër dyshuese, që synojnë të lini pas dore çështje që nuk mund t'i ndryshoni. Me nivelet e motivimit që bien përkohësisht, mund të duhet më shumë kohë për të kryer detyrat tuaja. Megjithatë, dita përmirësohet mirë ndërsa përparon. Jupiteri përfundon ciklin e tij pothuajse 4 mujor retrograd dhe do të lëvizë në lëvizje të drejtpërdrejtë në sektorin tuaj të komunikimit për pjesën e mbetur të tranzitit të tij, deri më 30 qershor. Besimi juaj në studimet tuaja ose në aftësinë tuaj për të shprehur veten rritet. Ka të ngjarë që më shumë qartësi në projektet, komunikimet dhe interesat tuaja personale në javët në vijim. Fjala pozitive goj më goj mund t'ju sjellë dobi të jashtëzakonshme. Studimet, intervistat, lidhjet dhe kontaktet mund të funksionojnë në favorin tuaj. Për fat të mirë, entuziazmi juaj për të mësuar dhe për t'u lidhur rritet. Bisedat hapen dhe besimi dhe optimizmi përmirësohen ndërsa përparoni. Jeni më të guximshëm për t'u afruar me të tjerët ose bllokimet për të krijuar lidhje, dhe kjo është një kohë për ndërveprime spontane dhe natyrore. Mund të ketë një ndjesi se po ktheni një kthes tani, megjithse retrograda e Mërkurit deri më 20 mund t'i vonojë gjërat pak më gjallë. Binjakët. Ndërsa gjërat mund të jenë paksa të tensionuara në fillim të sotëm, të dashur binjak, përpiquni të lejoni ndryshimet në opinione dhe kini kujdes për egzagjerimet. Dëgjimi i vërtetë i pikpamjeve të tjerëve mund të jetë shpërblyes. Për fat të mirë, Jupiteri përfundon ciklin e tij retrograd sot, duke rritur besimin dhe gëzimin tuaj. Ky ndryshim forcon pikpamjen tuaj të përgjithshme dhe rezervat e optimizmin. Siç ndodh në sektorin tuaj të burimeve, keni arsye të mira për më shumë besim me paratë, burimet dhe talentet në javët në vijim. Besimi juaj në aftësitë dhe shkathësitë tuaja rritet. Një bllokim ose vonesë parash mund të hiqet. Mund të duhet pak kohë për të rikthyer plotësisht në rrugën e duhur, por muajt në vijim, deri më 30 qershor, favorizojnë sipërmarrjet e biznesit dhe idetë që sjellin fitime. Ju jeni më vendimtar për të bërë blerje dhe të sigurt për të ndjekur dëshirat tuaja. Ju jeni gjithashtu pak më besnik dhe të guximshëm për rritjen e një biznesi. Për shkak se Jupiteri sundon sektorin tuaj të partneritetit, kjo kthes gjithashtu mund të nxisë ose të fillojë një marrëdhënie. Gaforja. Në fillim të sotëm, shmangni lejimin e ankthit dhe frikës që t'ju dëmtojnë, i dashur gafore. Në vend të kësaj, synoni të ndërmerrni hapa të fortë për të përmirësuar pozicionin tuaj aktual financiar, duke pasur parasysh të ardhmen. Sigurisht, ka edhe faktor emocional të përfshirë dhe këta kërkojnë punë. Mbështetja që merrni nga të tjerët po evoluon dhe ndryshimet që përjetoni po ju afrojnë përballjen me frikën tuaj. Mund të ketë një ndjesi të këndshme të ecjes përpara ndërsa dita përparon. Jupiteri ndryshon drejtim sot pas pothuajse 4 muajsh lëvizje retrograde. Me Jupiterin ende në shenjën tuaj, deri më 30 qershor, ka të ngjarë të vini re një ndryshim në pikpamjen dhe humorin tuaj. Në javët në vijim, do të jeni gjithnjë më të rehatshëm dhe të sigurt se keni fuqinë për të bërë ndryshime pozitive në jetën tuaj. Ka të ngjarë të ndiheni më të lirë në përgjithësi. Kjo kthes e drejtpërdrejtë mund t'ju furnizojë me entuziazëm. Planet personale bëhen më të qarta dhe ju ndiqni instinktet tuaja më natyrshëm. Këtë javë, ndjeni se po merrni një kthes. Besimi juaj se gjërat do të funksionojnë nëse lihen të ndjekin rrjedhën e tyre rritet. Luani. Në fillim të sotëm, shmangni përfshirjen në lojra pushteti që nuk të çojnë askund, i dashur Luan.
Për fat të mirë, dita ecën me më pak tension. Jeni në një fazë zhvillimi me Jupiterin që kalon tranzitin në sektorin tuaj të privatësisë deri më 30 qershor. Po pastroni gjërat, por Jupiteri ka qenë retrograd që nga nëntori dhe disa nga ndjekjet tuaja mund të kenë kaluar në plan të dytë. Sot, Jupiteri përfundon retrogradin e tij dhe lëvizja e tij direkte ju jep një ndjenjë më të fortë qëllimi, po ktheheni në një kthes. Muajt në vijim janë të ardhur për kulmin e projekteve dhe vetë analizës, ndërsa përgatiteni për një periudhë më të dukshme dhe më të hapur duke filluar nga dita e fundit e qershorit, kur Jupiteri do të shkojë në shenjën tuaj për një tranzit që zgjat rreth një vit. Kthesa direkte e Jupiterit tani përmirëson perspektivën dhe besimin tuaj se mund t'i lini problemet pas. Bllokimet mund të hiqen për projekte ose iniciativa që kanë ngecur. Virgjëresha. Sjellja juaj mund të jetë intensive në fillim të sot, virgjëresh e dashur, pas së cilës keni tendencë të relaksoheni. Deri atëherë, përpiquni të dalloni midis ndjenjave që vijnë nga një vend pasigurie dhe atyre që vijnë nga zemra juaj. Mund të ndjeni se diçka po ju çon në një rrugë pa krye dhe mund të dëshironi të hetoni alternativat tuaja. Megjithatë, keni kujdes të mos hidheni në diçka nga frustrimet aktuale. Për fat të mirë, mund të ketë një pikë kthese të rëndësishme në pikpamjen tuaj dhe besimi juaj në një plan, ëndër ose kauz rritet. Jupiteri kthehet në drejtim të drejtpërdrejtë sot pas gati 4 muajsh lëvizje retrograde dhe entuziazmi me siguri do të rritet për mirësi ose sipërmarrje të reja ndërsa bllokimet dhe vonesat hiqen. Ndërsa këto fusha të jetës suaj sqarohen, ju fitoni më shumë njohuri se ku qëndroni dhe keni një ndjenjë më të fortë se ku po shkoni. Motivimi për të bashkëvepruar, kontribuar dhe marrë pjesë do të përmirësohet në javët në vijim, ndërsa ju më natyrshëm do të kontaktoni të tjerët dhe do të krijoni rrjete. Jupiteri do të vazhdojë të kalojë nëpër sektorin tuaj shoqëror deri më 30 qershor dhe jeta mund t'ju ofrojë mundësi të shkëlqyera për të shijuar, ndërtuar ose formuar miqësi. Çështjet familjare dhe shtëpiake ka të ngjarë të përmirësohen gjithashtu. Ti ndjek instinktet e tua spontanisht ndërsa e vë veten në dyshim shumë më rrallë. Peshorja. Ndërsa në fillim të sotëm mund të jeni veçanërisht të ndjeshëm, të dashur peshore, mund të jeni duke e trajtuar një problem të vjetër nga një këndvështrim i ri që funksionon vërtet për ju, veçanërisht ndërsa dita përparon. Sot sjell fundin e lëvizjes retrograde të Jupiterit, e cila zgjati për gati 4 muaj që nga nëntori. Me këtë kthes, do të ndjeni më shumë shpresë, besim dhe vetbesim në drejtimin e jetës suaj, qëllimet afatgjata dhe reputacionin. Perspektivat dhe perspektiva e karrierës gjithashtu mund të përmirësohen në javët në vijim. Kohët e fundit mund të keni vënë në dyshim nëse përpjekjet tuaja kanë pasur shumë ndikim. Megjithatë, ndiheni më të fortë dhe të gatshëm për të marrë përsipër një sfidë, duke sjellë më shumë vetbesim në punën tuaj. Ose ndiheni më të aftë për të përballuar përgjegjësitë tuaja dhe për të marrë drejtimin. Nëse një sipërmarrje biznesi ose rrugë jete ishte bllokuar ose ngecur në muajt e fundit, tani po merrni një kthes. Edhe pse mund të duhet pak kohë për t'u rikthyer në rrugën e duhur, ka të ngjarë të shihni përmirësime graduale në këto fusha. Akrepi. Kjo mund të jetë një ditë me ulje ngritje si për energjinë fizike ashtu edhe për atë emocionale, i dashur akrep. Në rrënjë të kësaj ka të ngjarë të jetë një nevojë instiktive për ndryshim, por edhe një frikë e njëkohshme prej tij. Jepuni hapësirë të tjerëve, por mos i injoroni as nevojat tuaja. Dita ecën me më shumë qartësi. Me Jupiterin që po përfundon ciklin e tij retrograd sot, mund të ndjeni se po ktheni një kthes me pikpamjen tuaj. Çështjet e botimit ose të mësuarit mund të ecin përpara, ndoshta pas një periudhe pezullimi. Vonesat largohen ose mbërrin lajme që rinovojnë interesin dhe motivimin tuaj për këto ndjekje. Në muajt e fundit, ndërsa Jupiteri ishte retrograd, mund të keni vënë në dyshim një sistem të caktuar besimi ose të keni vuajtur nga një mungesë besimi në të ardhmen tuaj. Tani, gjeni lehtësisht arsye për të qenë optimist për vendin ku po shkoni. Është një kohë për të rindërtuar entuziazmin tuaj për të bërë kontakte, për të mësuar gjëra të reja, për të dalë jashtë dhe për të ndarë idetë tuaja. Në fakt, është një periudhë mundësish për këto çështje deri më 30 qershor. Shigjetari. Në fillim të sotëm, shmangni lejimin e problemeve të egos të vazhdojnë pa pushim, i dashur shigjetar, veçanërisht kur bëhet fjalë për një mendim ose pikpamje. Mund të kaloni pak kohë duke u përpjekur të nxirrni përfundime ose të merrni përgjigje të forta në lidhje me një çështje familjare, të kaluar ose të lidhur me shtëpinë.
Rishikoni çështjet, por mos i shtyni ato për rezultatet më të mira. Jupiteri përfundon ciklin e tij retrograd sot dhe gradualisht do të shihni përmirësime ose lëvizje përpara me jetën tuaj intime ose financat. Gjithashtu ndiheni më të sigurt dhe në top në përgjithësi, pasi Jupiteri është sundimtari juaj planetar. Mund të ndiheni më mirë në përballimin e emocioneve të ndërlikuara dhe problemeve të ndërlikuara. Një marrëdhënie e ngushtë mund të rifillojë, të ringjallet ose të nxehet. Ose nëse keni qenë duke shtyrë zgjidhjen e financave tuaja, po përgatiteni t'i merrni ato përsipër. Dhënia dhe marrja në një marrëdhënie përmirësohet dhe ka më shumë qartësi në lidhje me ndjenjat tuaja dhe përfshirjen e një partneri. Muajt në vijim janë të shkëlqyer për të bërë ndryshime fuqizuese në stilin e jetës, ndërsa Jupiteri vazhdon të kalojë nëpër shtëpinë tuaj të 8 diellore deri më 30 qershor, nga sot e tutje, në lëvizje të drejtë për drejtë. Bricjapi. Në fillim të sotëm, mund të duhet të shikoni përtej këmbënguljes së mesazheve që po merrni, në mënyrë që të përfitoni prej tyre, i dashur Bricjap. Do të ketë nevojë për të dalluar midis faktit dhe trillimit, dhe nuk ka gjasa të jeni dakord me ata që janë më afër jush. Shpërqendrimet janë të shumta tani. Është një ditë ndryshimesh, kështu që është më mirë t'i merrni gjërat ashtu siç vijnë sesa të përpiqeni t'i shtyni gjërat. Pas gati 4 muajsh lëvizje retrograde, Jupiteri kthehet drejt për drejt në sektorin tuaj të partneritetit sot. Ky lëvizje ndihet freskuese dhe është një shenjë e mirë për marrëdhëniet ose partneritetet tuaja të ngushta. Është gjithashtu i fortë për ndjenjën tuaj të përgjithshme të ekuilibrit. Mund të ketë më shumë qartësi, një kthes të papritur ose lëvizje përpara në një marrëdhënie. Ju përjetoni më pak frikë dhe më shumë gëzim tani, dhe nevojat tuaja nga të tjerët bëhen më të dukshme. Jeni në një pozicion më të mirë për të parë përfitimet e partneritetit ndërsa përparoni. Ose mund të ketë njerëz më të dobishëm, të lumtur ose të këndshëm që vinë ose kthehen në jetën tuaj. Ujori. Një ndjenjë e fortë krenarie dhe privatësie mund t'ju ngatërojë herët sot, i dashur ujor, pasi mund të merrni shumë përgjegjësi dhe të shmangni ndarjen e ngarkesës. Mund të keni frikë nga humbja e respektit nëse zbuloni dobësitë tuaja. Për fat të mirë, ndërsa dita përparon, mendimet tuaja ngrihen lart dhe jashtë. Jupiteri kthehet në drejtim pas gati 4 muajsh lëvizje retrograde, dhe entuziazmi dhe motivimi juaj po ndërtohen për punën dhe ndjekjet tuaja shëndetësore. Ky përmbysje mund të zhbllokojë një projekt të vonuar, ose mund të rrisë motivimin tuaj për t'u rikthyer në rrugën e duhur me ndryshimet e stilit të jetës dhe për të përmirësuar zakonet dhe rutinat tuaja. Çështjet e punës përshpejtohen në periudhën që vjen. Mund të ktheheni në projekte që kanë ngecur së fundmi, ose të merrni informacione të reja që heqin një bllokim ose pengesë nga rruga juaj. Pasi të njiheni përsëri me atë që keni lënë pas, gjërat përshpejtohen në këto fusha të jetës. Jeni më të sigurt dhe ka të ngjarë të ndiqni zhvillime të reja në biznes ose punë. Peshqit. Mund të jetë e vështirë të përqendroheni në ndonjë gjë në fillim të sotëm, të dashur peshq, ose mund të ketë ndërprerje të komunikimit dhe mekanike që ju pengojnë. Më vonë, shpirti juaj kthehet ndërsa e ngrini mendjen përtej të zakonshmes dhe mendoni në terma më të gjerë. Jupiteri përfundon ciklin e tij retrograd sot pas gati 4 muajsh lëvizje retrograde në sektorin tuaj të krijimtarisë, një lëvizje që mund të ndihmojë në heqjen e bloqeve krijuese. Më shumë qartësi ose entuziazëm mund të vijë në jetën tuaj dashurore, ndjekjen e gëzimit, kohën e lirë ose projektet krijuese në muajt në vijim. Besimi dhe optimizmi rriten. Ka të ngjarë të krijoni lidhje më spontane dhe natyrale në javët në vijim. Ngacmimi ose motivimi juaj rreth dashurisë, argëtimit, hobive dhe argëtimeve rritet. Edhe pse ky ndryshim nuk jep rezultate të menjëhershme, gradualisht do të ndiheni më optimist për ndarjen e vetes me të tjerët. Nëse ju pëlqeu kjo video mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja. Për ju një like nuk kushton asgjë. Për ne është një ndihmë e madhe.